Në Laç u zhvillua një aktivitet kulturor ku shkrimtarja kurbinase Merita Lala prezantoi librat e saj më të rinj përpara publikut të vendlinjës, emigrante në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me njëherë pas vitit 90, pavarësisht vështirësive familjare, pasioni për krijimtarinë e shoqëroi gjatë gjithë jetës, deri më sot ka botuar 5 libra ku ndërthuan kujtimet, poezia dhe jeta e familjes saj. Në salën e Pallatit të Kulturës në Laç, 10 ardashës ndoqën me interes promovimin e saj, ndërsa autorja ndau emocionet që lidhin fort me vendlinjen. Jam mundu gjithmonë t'jem vetvetja në fjalë që shkruaj, mos të zgjatëm te i kaluamës, vetëm për jetën time edhe për vetveten. Ndjesitë e mia është se ç'a ndjej unë në vetmim, keqardhjen, lumturinë, buzëqeshje, gëzimet e jetës ose hidhrimet e tia, ajo është ndjesia ime. Janë vetëm shpirti im, ndjesia ime. Për vendlindjen kam shumë mall, ajo më vret shumë, se një fshat i bukur me shumë lule të bardha, si vetë emri, është i vetmuar dhe i shkërmuar vetmi. Edhe gjithmonë i shkruaj pragut, i shkruaj luleve, i shkruaj vendit tim e vendet ku linda, nuk duhet harruse nga vim edhe kush jemi. Në mbyllje të aktivitetit, Merita Lala njoftoi se është duke përgatitur një botim të ri, kushtuar jetës emigrantëve shqiptar në SBA.